Një foshnjë është hedhur nga dritarja e maternitetit në Tiranë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 21 të mbrëmjes së të martës në maternitetin Koço Glozheni në Tiranë. Pavarësisht nga tentativat për ta mbajtur në jetë, mjekët nuk kanë arritur t'i shpëtonin jetën voglushit që mësohet se ishte i seksit mashkull. Policia konfirmoi se autori i ngjarjes së rëndë është baba i fëmijës, i identifikuar si Hysen Biba. Drejtori i policisë së Tiranës Bernard Çausha i konfirmoi për televizionin A1 Report se autori i ngjarjes u vetdorëzuar në komisariatin numër 5 të kryeqytetit. Hysen Biba është vetdorëzuar në komisariatin numër 5 të Tiranës. Nuk është arrestuar, pra nuk ka rënë prangat e policisë pas përpjekjeve të policisë me gjithë përpjekjet e saj të shumta. Personi i cili akuzohet se ka hedhur fëmijën e tij, foshnjën, nga kati 4 i maternitetit Koço Glozheni është vetdorëzuar në komisariatin numër 5 në Tiranë. Prindrit e foshnjës janë një çift nga Kuksi që prej disa kohësh banonin në kryeqytet, ndërsa mësohet se jati i foshnjës vuante nga depresioni. Ai ka qenë duke e mbajtur fëmijën në krah dhe ka përfituar nga një moment kur e shoqja Lulieta dhe ëma e foshnjës nuk e kanë patur mendjen. Mamit e spitalit kanë treguar për televizionin A1 Report se gjatë këtyre ditëve kanë vënë re grindje mes çiftit Biba, ndërkaq policia vjon hetimet e mëtejshme për këtë ngjarje të rëndë.